Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Duke pas parasysh të ndershëm besimtar që jemi brenda muajit Ramazan, fillimisht por hajri qoftë muaji I bekuar I Ramazanit. Allahu subhanahu wa taala këtë muaj e ka lënë që ne të mundohemi të bëhemi sa më të devotshëm, sa më shumë vepra të mira, sa më shumë afër njëri tjetrit, sa më shumë falje ndërmjet vete, që ditën e Bajramit dalim edhe para njerëzve më të mirë, por edhe para Allahu subhanahu wa taala me gjunahe të shlyera dhe me shtim të sevap. Duke pas parasysh që në historinë islame, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, ose ka thonë, janë 124.000 pejgamber, mirë po 25 janë të përmendur në Kur'an. Prej tyre 25 që janë të përmendur në Kur'an, I kemi 5 pejgamber që quhen ulul azmi min ar-rusul, që në gjuhën shqipe vjen pejgamberët që kanë qenë më të qëndrueshëm, më së shumti që I kanë qëndru padrejtësive, kanë qenë më trima ndaj padrejtësive, burrat mëdhej në historinë e njerëzimit, posaçërisht brenda pejgamberëve që edhe janë të përmendur në Kur'an, por edhe janë të përmendura nëpërmjet haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë desha sot ndaj disa minuta me ju të ndershëm besimtar agjërues kudo që jeni, një histori të shkurtër për Musaun alayhi salam. Duke pas parasysh që Musa alayhi salam është pejgamberi I tretë me rend e grupi I pejgamberëve ulul azm që quhen, I pari është Nuh alayhi salam, I dytë Ibrahim alayhi salam, I treti është Musa alayhi salam, I katërti Isa dhe në fund Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa I përket Musaut alayhis salam, ai fillimisht lidhja e tij ka qenë shumë problematike, sepse faraoni në kohën që Allahu subhanahu wa taala vendosi të lindte Musau alayhis salam, e vendosi faraoni duke pas parasysh që ka qenë shumë I padrejt në kohën e tij, e vendosi që një ditë këta Benu Israilët, një ditë që do të lindit djemt ti vret, e një ditë ti fal. Edhe Allahu subhanahu wa taala ashtu dashi që ta sprovon Musaun dhe familjen e tij, posaçërisht nanën e Musaut alayhis salam, dhe ditën që lindi Musa alayhis salam ishte dita që do të vriten fëmijët të posalindurit e Benu Israilëve. Atëherë Allahu subhanahu wa taala I shpalli vahj mrekullin vetë që e mësoi nanën e Musaut alayhis salam dhe I tha që merre foshnjën dhe lëshoje, jo hodhe ose braktise, por lëshoje në ujë. E Allahu subhanahu wa taala deshi që Musa alayhis salam të shkon nëpërmjet ujit para pallatit të faraonit, dhe pastaj historia tregon që bashortja e faraonit që quhej Asia kishte shumë dëshirë kur e gjetën atë fëmijën, sigurimi roja, ata që siguroshin faraonin, pallatin e tij, e gjetën fëmijën dhe thonë, e kemi gjetë një djalë të vogël. Atëherë kur e kuptoi se çka po ndodh, bashortja e faraonit deshi ta merr dhe ta ruan dhe ta rrit, edhe ashtu ndodhi. Po një pjesë e historisë e për këtë lindjes, pastaj edhe pse Musa alayhis salam ka historinë shumë të gjerë dhe të gjatë, edhe ka çka përfitojmë nga kjo histori, sepse me të vërtetë është ballafaquar me shumë probleme të mëdha. Rritet Musa alayhis salam në pallatin e faraonit dhe një ditë prej ditëve del të shëtit, mirë po e shef një njeri kopt, domethënë jo I Benu Israilëve, se këta ishin dy kambe të ndryshme, Benu Israilët dhe koptët, sepse faraoni ishte kopt ose kopt. Dhe grindeshin ndërmjet vete, dhe
normale, këta koptët më ushtrinë me vete, faraonin me vete, dhe më thonë ndishin vetën më të privilegjum në Egjiptin atëhershëm, ki i Benu Israili më i pa privilegjuar, më i dobët. Musa a.s. ndërhini sepse kërkoi ndihmë, edhe i ranë shuplak, e goditi atë koptin dhe ai aksidentalisht vdes. Dhe kur e kupton faraoni se çka ka ndodhur, jep urdhër që të dënohet Musa a.s. ose të vritet më keq, urdhri shumë i rrept. Dhe pse unë e quaj terrorist faraonin, pastaj Abu Jahlin në kohën e Muhamedit, to me të vërtetë kanë qenë terrorista të mëdhenj në historinë e njerëzimit, të më thonë të padrejt kështu 100%. Dhe ik Musa a.s. dhe shkon në qytetin Medjen, në vendin e quajtur Medjen. Ati ishte Shuaibi a.s. jetoi 8 vite deri në 10 vite dhe martohet me vajzën e Shuaibit a.s. Kjo si histori desha të tregoj që, më thonë, nuk e ka dashur Musa a.s. padrejtësinë, duke u mundu ta mbron Benu Israilin atë që u bë padrejtësi, u sprovu dhe u dash me ik nga familja e tij, nga populli i tij, dhe të shkon me një vend tjetër që quhej Medjen, të jeton 8 vite, 10 vite si punëtor të Shuaibi a.s. Mirë po Allah subhanahu wa taala dashi që Musa a.s. nga atë shumë i moralshëm që ishte, sa që njëra prej vajzave u martua që Shuaibi a.s. me Musën a.s. Pastaj kthehet në Egjipt, dhe atje vazhdon jeta, mirë po Allah subhanahu wa taala e obligoi që shkon dhe ta thret faraonin në besim në një Zot, sepse faraoni thoshte unë jam Zoti, unë jam më i madh, unë jam Zoti. Do më thonë pa mua asgjë nuk mund të bëni. Kështu mendonte se ai është më i forti për shkak ushtrisë dhe privilegjeve që i kishte në perëndorinë e vet faraonike, mirë po Allah subhanahu wa taala e dërgoi edhe Musa a.s. edhe vëllain e tij Harunin a.s. që ta thrasin në fe, që ta lënë padrejtësinë e faraonit, dhe Allahu i mësoi dhe kështu i than, Zoti në Kur'an than të di. Do më thonë, kur shkoni të faraoni, folni butë me faraoni, sepse ajo i padrejt, edhe nuk ka nevojë me i bërtit, sepse zatën njeriu që don ta thrasësh në fe, duhet të flasësh bukur, drejt, mirë. Jo ndonjëherë, edhe me qenë se e ke hakun e vërteta me mu dhe me të gjithë neve si besimtar, kur i flet dikujt duke i bërtite, nuk ta pranon. Para çka ka Allahu dhe veçanuhu, duke pas parasysh që e ka kriju faraonin vetë dhe dinte se çfarë njeriu është, i tha Musës dhe Harunit kur shkonin ai folni fjalë botave, dhe tha fjalë të mira, ndoshta ai do ta përkujton se kjo botë nuk i ka mbet askujt, edhe ndoshta do të friksohet. Mirë po, pastaj vazhdon historia. Faraoni kur e pa mrekullinë e Musës a.s. i thiri ata magjistarët e vetë u mundun. Mirë po, Musa a.s. me fuqinë që Allah subhanahu wa taala ja dha dhe mrekullitë që Allah subhanahu wa taala ja dha, ai e fitoi magjistarët e faraonit dhe ata thanë ne prej sot e besojmë Zotin që është një e jo faraon. Mirë po, brenda kësaj historie është mirë për ta përkujtuar dhe për ta përmend, për ta mësuar veten dhe të gjithë ata që do të na ndëgjojnë. Musa a.s. ka belbzu, kur ka fol, ka belbzu. Edhe tash, Musa a.s. ka pas nevojë për një ndihmës, edhe kështu thot Zoti në Kur'an, Rabbi shrah li sadri, o Zot ma hap gjosin, wa yassir li emri, edhe punët e mia mi lehtëso, wahlul uqdatan min lisani, edhe atë nijen që e kam në gjumë duke belbzu, ma largo, yafqahu qawli, që kur të flas para njerëzve që ata njerëzit të më kuptojnë mirë, se shumë keq ndonjëherë njerëzit duan të flasin diçka kur të belbzojnë, para çka ku ne në këtë rast e shfrytëzoj këtë rast që ta mësoj veten dhe të tjerë ata që kanë probleme me të folurit, është mirë që ta bëjnë këtë dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Pastaj Faraoni e vazhdoi luftën me Musa a.s. Musa a.s. e pa se nuk mundet me Faraonin dhe filluan të ikin, të tërhiqen nga Egjipti për në vend tjetër. Faraoni duke vrapuar me ushtrinë e vet pas Musa a.s. Keni ndëgjuar një histori me siguri që thuhet që deti i kuq, dikush thot lumi Nil, po sidoqoftë futen në ujë, Allah subhanahu wa taala e bën nga mrekullitë që i ka pas Musa a.s. e bën të mundshme që qahet deti ose uji në dy pjesë. Musa a.s. kalon me popullin e tij, ndërsa Faraoni kur futet brenda, Allahu xhaleshanu prap i bashkon të dy pjesë që i kanë nda të ujit dhe fundoset Faraoni dhe ushtria e tij. Kjo si përfundim sa i përket Faraonit. Pastaj Musa a.s. me popullin e vet 40 vite kanë jetuar në shkretëtirë, në shkretëtirën e Sina. Shkretëtira e Sina është shumë e madhe. Dhe një ditë prej ditëve Allahu subhanahu wa taala e thret Musaun a.s. sa i përket Teuratit e këshillave, mësimeve që Allahu xhaleshanu e ka dhënë Musaut a.s. sepse wa kallama Allahu Musa taklima, sa për informat Musa a.s. ka fol direkt me Allahu subhanahu wa taala, këtë mrekulli e ka pas. Edhe e lën popullin e vet, mirë po edhe populli i tij atë shumë e ka bën të vuajë Musa a.s. sa që është për tu habit. Se si mundet një popull tjetër ta bën, dikush tjetër ta bën se nuk don, mirë po populli i vet atë shumë ndonjëherë ka gabu, sa që Musa a.s. derisa shkon flet me Zotin kur kthehet, vetëm se populli i tij e kishin përgatit nga me pjesë tokës një viç dhe kishin filluar ta besojnë. Dhe Musa a.s. shumë u demoralizu dhe u pikëllu dhe u nervozu, mirë po e vazhdoi prapë thirrjen në fe. Do të thotë, në lindje kishte problem me Faraonin, me Faraonin, tash në këtë kohë, nëse e merr një njeri të s'po me përmend emrat përvetshëm, por një njeri që më i padrejti në botë, edhe unë dhe ti apo dikush tjetër të ketë punë me atë ose të ballafaqohet me atë, do të ishte problemi më i madh që kishte pas mundësi me i ndodh dikujt. E kështu i ka ndodhur Musa, është ballafaquar me Faraonin, mirë po, me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala e ka fituar Faraonin dhe Allahu xhaleshanu e ka shkatruar Faraonin, e ka nënçmuar Faraonin dhe Musa a.s. ka vazhduar jetën e tij derisa i ka ardhur vdekja. Këtu e kemi edhe pjesë historisë se Musa a.s. me Hidrin. Hidri ka qenë shumë i ditur, edhe Musa a.s. ka thonë unë do të shoqërohem me atë dhe këtu ka pas nevojë me mos sabër dhe durim. Sepse punë që i ka bën Hidri, Musa a.s. ju ka nduk shumë diçka të jashtëzakonshme. Për shembull e vret një fëmijë të vogël anijan që ka qenë mirë, e shkatron, edhe Musa a.s. me një herë reagon, edhe Hidri i thot ban durim. E pastaj kuptohet se çka është mshef pas asaj. E me këtë po du me thonë që Musa a.s. ka bën durim, ka jetu për durim, edhe ne të ndeshëm vëllezër, ku do qeni, është mirë që bilen këtë muaj, duke pas parasysh se historia e shkurtër e Musa a.s. se sa është ballafaquar me probleme, ka bën durim dhe sabër, ne elhamdulillah shumë mirë jemi, nuk kemi kështu lloj probleme të mëdha. Njerëz pa probleme nuk ka, mirë po problemet te i kalohen me sabër dhe durim. Askush në botë nuk mundet me te i kalu problemet dhe gajret me problem. Por problemi te i kalohet duke po sabër dhe durim, se nuk ka njeri që e bën gabimin e pastaj nuk i bën pishman, nuk pendohet. Është muaj Ramazan, unë mëse vetën dhe të gjithë juve që lexoni historitë e Musa a.s. dhe Isa a.s. dhe Muhamedit a.s. dhe historitë tjera të sahabeve, po edhe të njerëzve tjerë që i njohim edhe të njerëzve që i kemi gjallë, është mirë të lexoni historitë e tyre, të ndëgjohet se si kanë vepruar ata, si kanë bën sabër, që këtë muaj Ramazan duhet ta kalojmë me sabër dhe me durim. Inshallah Allah na udhëzon, përfitojmë nga Ramazani dhe të gjithë së bashku në xhenet nacion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.